Të nderuara deputete dhe deputet, të nderuar të pranishëm. Fillimisht, para se të fillojmë me vazhdimin e seancës konstitutive, juftoj që në mënyrë elektronike të votojmë për prezencë në seancë. Prezent janë 109 deputet, mungojnë 11, pra kemi kuorum që të vazhdojmë me punën tutje. Pra vazhdojmë me punimet e seancës konstitutive të legjislaturës 11 të Kuvendit të Republikës së Kosovës, filluar me 6 gusht 2026. Këtu kemi mbetur te pika e 3, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Të nderuara deputete e deputet, në seancën e konstitutive më 6 gusht 2026, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, zoti Albin Kurti, ka kërkuar kohë shtesë për të propozuar kandidatin për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje, zotin Albin Kurti, që ta propozoj kandidatën apo kandidatin për kryetare apo kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ju njoftoj se kryetari i Kuvendit zgjidhet me shumicën e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit, së paku me 61 vota për. I nderuari kryesues Dehari, të nderuar deputet, takimet dhe komunikimi i imi si kryeministër në detyrë dhe kryetari i subjektit fitues lëvizja vetëvendosje me kryetarët e partive të tjera parlamentare kanë vazhduar. Marrëveshje politike nuk kemi ende, prandaj që t'evitojmë zgjedhjet e reja, ju lus për kohë shtesë. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, i lus kryetarët e të gjitha partive të shtojnë përpjekjet për marrëveshje politike. Këtë e kërkon kushtetueshmëria dhe presin. Ndërpritet seanca, shërbimi i sigurimit le të ndërhyjë, ju lutem shërbimi i sigurimit.